Po, përshëndetje, ndodhemi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku zyrtarisht ka filluar votimi për zgjedhjet parlamentare të majit 2025. Procesi i votimit ka nisur me disa problematika, theksuar këtu në Fier, ku nuk janë hapur akoma qendrat e votimit, ndërsa në Lushnjë qendra e votimit 2865 nuk ka filluar votimin akoma, pasi nuk punon kamera e pajisjes. Ndërkohë, të shkojmë në Kruj, aty ku nuk ka nisur ende procesi i votimit, ndonse tashmë procesi sipas KQZ-s duhet të kishte filluar normalisht. Kujtojmë këto që nuk ka nisur për shkak se sekretari i Partisë Demokratike nuk është ulur në tavolinë, me pretendimin se nuk respektohet renditja në karrike. Në qendër mungojnë gjithashtu në Fier edhe 2 anëtar që nuk janë paraqitur ende. Kujtojmë që në këto zgjedhje votojnë gjithsej 3.713.761 shtetas shqiptar brenda dhe jashtë vendit që kanë të drejtë vote për të zgjedhur kreun e shtetit për 4 vite të ardhshme. Risi këtë vit ka qenë dhe vota e diasporës, ku për herë të parë kanë të drejtën e tyre që të votojnë dhe të vendosin për vendin e tyre ndonse janë larg. Kujtojmë që diaspora ka filluar votimin që 1 muaj më parë dhe fushata është bërë intensive në të gjithë vendin mbar botën, duke filluar nga Amerika deri në shtetet fshinj. Të gjithë qytetarët që jetojnë në Shqipëri për të shprehur vullnetin e tyre do të duhet i drejtohen qendrës së tyre më të afërt nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 19:00 që do jetë dhe mbyllja e fundit e kutive të votimit. Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve parlamentare, lista zgjedhore përfshin 2 kategori, atë zgjedhësit që jetojnë brenda vendit dhe zgjedhësit që jetojnë jashtë vendit. Duhet të theksojmë që në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, nga 3.588.869 shtetas me të drejtë vote, garonin 17 subjekte zgjedhore. Ajo që ka rënë në sy në zgjedhjet e kaluara ishte dhe numri i lartë i votave të pavlefshme, në plot 83.059 që nuk u numëruan për shkak të parregulltësive nga numri i votave të qendrave të votimit në gjithsej 5.198 qendra votimi. Numri i qarqeve të ndara është në Berat, kanë të drejtë të votojnë 169.600 votues që në Kuvendin e Shqipërisë sjellin 7 deputet. Në Dibër, 120.167 votues që sjellin në Kuvend gjithsej 5 deputet. Durrësi, 122.167 që sjellin po ashtu 351.853 që sjellin 14 deputet. Ndërkohë, kujtojmë këtu kryetarët e partive politike, ku Partia Demokratike ka në krye Sali Berishën, Lëvizja Bashkë Arlind Çorri, Lëvizja Dheu Kreshnik Osmani, Koalicioni Euroatlantik më në krye Endri Hasën, Partia Socialiste më në krye Edi Ramën, Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet Adriatik Lapaj, Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare, Elena Kocaçi, Partia Aleanca Demokracia e Re, Edmond Stojku, Koalicioni Djathtas për Zhvillim, Dashamir Shehi, Partia Mundësia, Agron Shehaj dhe në fund Partia Social Demokrate me në krye Tom Doshin.